أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حديثه إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أو كل عام يا رسول الله قال فسكت ثم قال ألا لو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة ndëruar është qartë të natë ma shahapun lidhe me ibadetin për ibadeteve më të mëdha lidhe me haxhin Allahu Jalla Jalaluhu në fillim lutim që prej neve dhe ative muslimanëve haxhin kabul ta ban inshallah. Prej javës kaluarave deseve që kemi bon lidhe me këtë ibadet të madh edhe sot kemi vendosur që diçka prej ajeteve dhe haditheve rreth të ibadetit flasim para xhamatit tonë këtë xhami Allahu Jalla Jalaluhu ve lutem me sinqeritet që anë kanë botës këve muslimanëve që ka shkojnë haxh më së pari që u ban let edhe kabul edhe muslimanëve për të cilën haxhit lutën në vendet ku lutjet kabul bën Allahu Jalla Jalaluhu edhe atyre që për të haxhit janë lut Allahu Jalla Jalaluhu sevap e javdan inshallah të haxhit. ولله على الناس حج البيت Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'anin e Kerim thot për njerëzit është farz të vizitojnë Ka'bën ta bojnë Ka'bën vizit ta bojnë Ka'bën ziarat ata të cilët i kanë plotësuar kushtet men istata ilayhi sabila është normale këto janë kjo pjesa e ajetit i përfshin ato shartet të cilët çish me derset e kalume i kemi një kush e ka farz në haxh me shkus ka nevojë me ndërmi përsërit prapë edhe një herë ومن كفر فإن الله غني عن العالمين pjesën të cilën javën e kalume e para kalume sot e kemi shpjeguar të ajetit është për ato njerëz të cilët Allahu Jalla Jalaluhu sot haxhi është farz për ato të cilët i kanë plotësuar kushtet kurse në të kundërtën ato që injorojnë këtë ibadet a mundësit i kanë jo injorojnë thonë për shembull nuk është farz jo injorojnë nuk e pranojnë si shart për bërës i fesë islame po nuk i din mas koha vjen mujtë haxhit janë këtë kushtet për me plotësuar këtë ibadet të madh i kanë ama nuk e realizojnë nuk kujdesohen nuk fillojnë rrugë për këta këto janë ato njerëz që kanë mshef të mirën këto janë ato njerëz që kanë mlut vërtetën Allahu Jalla Jalaluhu tha ka thënë Kur'ani i Kerim inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin
as për ibadetin e të mirit, as për refuzimin e të keqit. Për as njoni s'kam nevoj. Allahu Samad, çdo gjë për Allahu nevoj ka ai për kërkon. Në hadithin e Rasulullahit a.s. sot që do ta shpjegojmë, ka thonë ja ayyuhan nas, në haram në rast, o njerëz, inna Allah Ta'ala farada alaykumul hajj, hajjin Allahu Jalla Jalaluhu ja ka bën farz. Sikur që ka bën farz namazin, sikur që ka bën farz zakatin, sikur që ka bën farz Ramazanin. Buniya al-islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah, islami rrin pas shtilla, shahadeti, namazi, Ramazanin, zakati, një prej këtyre pesëve, është edhe haxhi. Fa hujju, pra masi këtë ibadet javë kam bën farz një herë në jetë, bane. Fa hujju, shkoni këti obligim krine. Një burë tha ja Rasul Allah, mas këti urdhi, mas këti imperativi tha ja Rasul Allah, awa kulle am, tha për veta, Rasulullah a.s. ka hesht, s'ka fol hiq, ma vonë pak, tha, amma lau kultu nam, le wajabet, sukur të kisha thonë po, ka pas me qenë për juve vajgjë për vetë me shku në haqë, ka thonë wale ma statatum, nuk kishi mujt me arrit këta. A shumë me këdan, a shumë realiteti madhë që për një me njeriu, muslimoni e ka vështirë me arrit për vetë këtë ibadet madhë me bon. Abdesin e kemi të durt, xhamin e kemi në midis katunit, kushtët i kemi uj edhe liri sa të dush për me fal ibadet, qës po bëhat? Edhe me neve, na shoqënon ka të shkojmë pa asë një masraf, kurse haxhi është ibadet shumë i madhë, haxhi është ibadet shumë i gjanë, haxhi është ibadet e cili përfshin gjana ma shumë se namazi. Namazi çka përfshin me vete? Trupin ton na merr një pjesë prej kohës. Trupin ton na merr një pjesë prej kohës. Haxhi çka ban me neve? Haxhi është kompleks i ibadeteve i madh shumë. Me trup duhet me bë, me pasuni duhet me bë, me kohë duhet me bë, në venin duhet me ndru, udhtim duhet me bë, shpirtnisht duhet me angazhu shumë. Është ibadet shumë i madh. Për atë shkak ka thonë Rasulullah s.a.s. amma lau kultu na'am le wajabat wala mastatatum, me pas thonë une se po për vetë ka pas me qenë farz, ka pas me qenë wajib, s'kishi mujt me bo. Pos kësaj, a do të në ndihmon të athu ekonomia me shku në haqë për vetë? Një njeri do ma qëllëk, një njeri i cili udhëheq regull në shpijen e vetë për në rini, e ka mërzi pak me janu menën, pi fillimit e ma dhonë dikur me i da disa dinar për haqë. Kështu duhet, regulli a qështu, me gjithë se njerëzit e tonë nuk po veprojnë, se të na shkojnë haqë vetëm ato shka, atë vetë shka kanë shku në haqë, atë vetë ju ka dhonë rasti me pas, e një pakit se vogël janojnë menën për maherët. Qito shka janojnë menën për maherët janë matë mirë, janë matë sukseshëm. Thojnë për shembull, kur i ka 25 vetë, ketë 100 mark do të alon për që ketë punë. Ketë 100 mark në motë për që ketë punë. Kur të bojnë një 10 vetë, i bojnë hemen para të haqët. Dë njëherë vinë ma shumë, dë njëherë ma pak, e njëherë prej herëve, një vite prej viteve, kura i ri aj, thot tamam, shni i kam 35 vetë, dhakt mo, i kam ra mas vetës, që parët, që mujtë të haqët, që rruga qelë, që kushtët, shko në haqë. A këto, më të dobët cilët janë, më të dobët janë ato të cilët, e lonë si na për shembull, regulorja jonë, në pleçni, edhe ata si të gjinët. To në henez, hala, defekti edhe ma i malë të populli jonë ashtë, se krahasimet e mundojnë shumë se lonë me shku në haqë. Krahasimet e doptat të cilën në shariatin tonë bazë nuk kanë. Cilët janë ato? Një krahasim prej krahasimeve. Halaja miri, njoni. 60 vetë henez, halaja i ri, s'ka vakt me shku në haqë. Krahasim pa bazë. Krahasimi qeter, shpijen dishka se kam hala në regull. Anë mujtë e haqit ka himrena. Kush anë mujtë e haqit edhe i ka para të haqit, shti edhe nuk shkon, e kalon farzin Allahut pa bitisi cili meriton dënim nesër. Krahasimi sa e ka dëbët të shpijen e kam hala pa mirë, pa bon, tamam. Njoni thot dasmën e kam, njoni thot gjemti kam, njoni thot hala vec jam, njoni thot nuk me vlajnë dishka, njoni kejt krahasime pa baza. Kurse mujtë e haqit, edhe parët në gjep nuk vesin kësi kushte. Po njeriun e detyrojnë me shku në haqë, e për qera, u gjëlle gjaluhu për qerat pun, në kalon dhe 9 muj qera për mu angazhu. Ato muj janë të Allahut, edhe nën ato muj jemi të ati, bereqet edhe idare edhe jetë, sa të dush mas ibadetit kryer të Allahu gjëlle gjaluhu i cëllin ne ka bon farz. Gjëmatin deruar,
prej rregulloreve të islamit në dinin e cilin jemi na, Rasulullah a.s. ka thonë dinu yusrun wa laysa bi'usr, islami a lehtësi, nuk ka rëndësi. Për atë shkak edhe sahabët kur i ka çuar me therrën islam, i ka thonë gjithmonë yasiru wala tu'assiru, kallzon e lehtë këtë fe. Jo ran, kallzon e lehtë se është islami fe e lehtë. 70 vet stazh punë një herë me shku në hax, s'ka ma lehtë mo. Ma lehtë edhe hiç mos me bazbon farz. Ama s'mundet. Islami a dini lehtë. 97% kemi thonë 1000 herë për zakatin tuat, 10 xhims të Allahut, edhe 11 muaj tut njaja Allahut, 70 vet tuat 3 muaj të Allahut xhelle xhelaluhu, 1 muaj të Allahut, 20 ditë për me kri haxhin edhe disa dinar, kja ibadet shumë i lehtë. Vetëm e do një rregull, e do një kujdes pi më herët pak, e do një kujdes pi më herët pak, që njerëzit me shumicë të arrin këtë ibadet të bojnë, me shumicë. Ashtë qëllimi që jo kështu që jemi na, jo kështu që që vazhdojmë na, po me shumicë do thot, antarë të familjes, edhe femna edhe mashki, të bojnë men për haxhin, pinë rini. Edhe ato në familje të bojnë shumë, këti para Allahut ditën e kiametit mos dalin për e kri këtë ibadet. Se janë mundësit. Qish janë mundësit? Ashe vërtet se ekonomia e popullit tonë ashe ullët gone e fundit. Ashe vërtet se njerëzit e tonë kanë probleme ekonomike. Edhe kjo ashe vërtet. Ama ashe vërtet edhe nja se në haxh nuk shiren disa punë imësisht, sikur shka shiren disa punë për shembull leje trasadit me grebulk me i bo mirë. Po do punë shirim e thajm njën matë madhe, shkojmë në haxh e bitisi me lusim Allahu xhelle xhelalu qerat na e ban let. Një njeri ka ardhe ka vetë Rasulullah a.s. ka thonë ja Rasulallah, hadisin e bani vetë Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, ka thonë ja Rasulallah, eju l'ameli afdal, cëla pun këtë islam është me e mirë. Tha Rasulullah a.s. imanun billahi wa rasulih, me besun një zët, edhe në Rasulullah a.s. në islam është pun ma me regull. Do me thonë, e zen numrin një, s'ka para besimit kur gjo. Amentu billah, më para kësaj fjale edhe mas kësaj fjale, si mës të ketë iman këtu basë, si mës të ketë kejta në shdunjoja tërë, kejtë kufra. I pari shartë, amentu billahi wa rasuli, besojnë Allah edhe Rasulullah a.s. Tha ja Rasulallah, këta e kuptum, thumma aji, e mas kësaj, cëla puna maher li pun pi mas këti besimin Allah dhe në pengamerin, tha, el gjihadu fi sebilillah. Tha me luftu në rrugën e Allahu xhelle xhelaluhu. Me luftu në rrugën e Allahu ta shtem në veti kur të folmi për gjihadin dhe një herë e zgjarojmë, a gje ka shumë muhabet, po këtu disa fjalë shumë shkurta. Me luftu në rrugën e Allahu xhelle xhelaluhu o xhelle shanuh, do të thot, mu angazhu me laps, mu angazhu pingju, mu angazhu me gjuh, mu angazhu me laps, mu angazhu me libër, mu angazhu me shkollë, mu angazhu me universitet, mu angazhu me fakultet, mu angazhu me dialog, mu angazhu me ardh, mu angazhu me gjak, mu angazhu me evlat, mu angazhu me mall, mu angazhu me tokë, mu angazhu me shka ke, edhe shpirtin majs mrami kejt qisa i zbashku, i thojnë gjihad. E gjihadi shka kana pra? Cëlla ta lipe sot pitije, cëllën piqitive pjesëve cekura, e lip prej tije islami, që ata kur mos ta jepësh nuk jenë gjihad pra. Se nuk do të thot me bon gjihad, lufta një me gjihad me pushk, me ngrejt pushkën kundra në mikut, ama nuk e ka lip islami kutura njoni me dal me vrani njëri, jo kështu, e ka venin e vetë, a dit kur ta lipe koha si mës dilesh nuk kanë regull, ama kur të lipe islami pare, a gjihad, dush mës me uda, kur të lipe islami fjallën e drejt, hakin me fol, është gjihad, që a dit pëtia hakin du të mu fol, hakin dush me fol, kur të lipe islami një dit për ditve dikan, paq me bo me dikan, du të me dal paq me bo, me afal herifit si ta meritoje me afal, në gjihad je, edhe kjo a gjihad, a dit e ka lip Allahu pëtije që ketë dush me afru. Tha Rasulullah a.s. mas besimit në Allah, edhe mas besimit në Muhammeden a.s. maher li punash lufta në rrugën e Allahu xhelle xhelaluhu. Tha thumma ayyu ya Rasulallah, e mas kësaj, tha Rasulullah a.s. shahidi i dersit tonë sot, tha hajjun mabrur, me bani hajj të cilin Allahu xhelle xhelaluhu insha Allah kabul e ka bo. Tha që si një hajj me mujt me bo,
Haqë mabrur do të thot haqë i cili ka qenë pa defekte, haqë pa të meta, i cili është bon kabul inshallah. Me mujt me arrit atër të një qisi haqi, është më mirë se kjo faza e tret e punëve shka Rasulullah i ka aranit se janë ma herlip njona e tonë e qetra me radhë. Pra, mas imanit në Allah, mas gjihadit, më njëherë prej punëve më me rëndësin këtë din kana, haji. Ja pas ka nu Rasulullah një kusht, nuk ka thonë haqë, po ka thonë haqë më brur. Shka ka në këtë hadis? Shka ka në këtë pjesë hadisit më sheft? Pse s'ka thonë, mas imanit në Allah dhe në pengamer, edhe gjihadit li fise bilillah, është më njëherë haji me mshel, haji edhe usas, po ka thonë haqë më brur. Pse kështu? Ka thonë pra, pu shko kanë haqë, edhe pudash ka me bot plotësu, pudash ka me bot korrigjum, pudash ka me bot regullum, e tani me u bon kabul me qenë hajrlise, jo veç, nuk kana veç me shku në haqë. Masin këtë hadis gjëmatin dërshëm, ashtë tek kushti me qenë më brur, me qenë i pastër, me qenë i vishëm, me qenë regull, me qenë pa defekte, pa të mbeta, për shembull, për të mbetave haqit. Kur po thojmë të mbeta ti cekim shkenë, shfar të mbeta mundet me pas haqi, ka thonë, men haqja, el haqju ashhurum malumat, faman farada fihin el haqja, fala rafath, wala fusuk, wala gjidale fil haqj, ku i bot haqillëk i farz, edhe shkon si vet inshallah, ka thonë fala rafath, s'ka me fol fjal pa lidhin haqj, rafath i thojnë me fol fjal rreth grave, në vaktin e haqit, fjal rreth grave, wala fusuk, me nënshmu me shtip njerëz me fjal, me shtip njerëz me fjal, me randu me fjal njerëz, me fol fjal shka në to ka gjunat vogle dhe të madh, wala gjidel, edhe mës me qenë dialektik, mës me qenë grindavec në haq, me unal me një njeri jabangjia gjë për shembol, nash në pazar të ble të shit, për një qmim, nash një në rrug me dikan, e me tanis një puteret më dhe kjo ka kështu, kjo s'ka kështu, e gat me qu, me harru qëllimin pse ki shku në haq, me kalun do faza, shka s'janë të lidh me haqin, kejt këto janë defekte, kejt këto kontribojnë mos kabul, kontribojnë mos pranimin e haqit, kejt e paksojnë, e zhvlerësojnë, e zhveshin haqin. Pra për atë ka thonë haqj më brur, ka thonë men haqja falam jarfudh, falam jafsuk, raja min haqjihi ka jomi waladethu ummu, kush shkon haqj, edhe nuk folë që si fjallë, shka i të jaki Kurani Kerimin, suratul Bakara, këthejat prej haqjit sigur kure ka linë nona. Do me thonë këthejat pas një gjuna. Shka ta mërmenja gjematin dershëm. Njoni prej juve i ka 1 milion marka bërgj, njonit me jakëthi. Ja ka marë, 1 milion mark i ka bërgj me jakëthi njonit. A asë një dinar se ka nga të veti, hiq. Qish del në sokak ki? A ka qef me e takuat njerin të njëherë? Jo, mira ki mës me e takuat atë bërgjlien. Ma lirë hec. Si cëllin soka ka shku e mi dal ki, jetë e ngusht fort. Në këto muj që është i të haqit, në këto muj, njoni i ka thonë kështu. 4.000 marka, duesh me shku tëri me një ven, moselu kolla një gurit 7 herë, edhe me ardhë për t'i falaj ti e 1 milion mark, se kia as 1 dinar bërgj. A janë konë qito 3.000 marka ki për me shku qatë me arrit? Si pas regulorës, si pas tonës na që shmi të shku në haqë, nuk duhet me shku ki. Se njeri ju në shti i ka para të haqës për shkon se s'ka shpi. I ka para të haqës për shkon se ka darsëm. I ka para të haqës për shkon se murë s'ka maru. I ka para të haqës nuk shkon se s'ka ble për shembl qistek s'ka ble. Në me shtaj s'ka ble, se ka punën regull hala. E mirë, ki ka bërë shumë, 1 milion marka ka mi këthi. Ka arë njoni për dhëtë na. Që 3.000 marka shkopan se lukolla filan gurit të ura gurit se lu 7 herë hajde, 1 milion marka fali kije. A duhet mi kursi ki këto ki shkon në kom. Tim shkon në kom vesh të arria jo e modhja ti falët. Në regull pra, me 3.000 mark të ka thejrë Allahu Gjelle Gjelalu o i dashur, me shku me uselu kula qabës 7 herë, kej jo miliona, kej gjunat 50 vete keton shka i ki bo me ti falë. Thot, kur të shlejt e kënena me ardhë ka shpia, su kur atë ditë shka ke lindë. Do të thot, rasti jo tash me nis jetën për zdit. Me u bani remont
i dukshëm, një remont i lam me benzin, me diamant, që ti edhe një herë ti i po të rasti, t'ja nisësh për fillimit, e po i livdojkën këto njerëzit që ka blejnë kerra shumë, po thojkën unë e kam blejnë i kerë, sa pare e more? 90.000 mark, shumë be? 90.000 mark shumë? Shumë po, e di shka ka? Po thojkën këto gjemë të matri, shka janë se na, shka hala kanë se vdan ato punë, po thojkën, po ama, unë e kam selë sefte. Qështu e pas këtë një lafë? Sefte unë e kam shti Chelsin. E kjo sefte unë e kam shti Chelsin, ka na pak diçka ma interesant se dikush për para. A ki qef pra dhe njëherë me shti Chelsin sefte? Me anis se vapeve dhe të mirave të krarë dhe njëherë, pin hiq, as 1 kilometr hiq, as një të zez, këmishe e bartaze, Allahu alem mas haqit sa ke jetë, e ndoshta ku e diune, kur të vene vdekja ti e a mua, a qetrit, shkon para Allahu gjelle gjelaluhu, as një gjuna, as një e keqe me tije, as i vogël, as i madh. Haxha bazen i madh o burra, haxha bazen i madh o ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A gje kur shkoj njerëzit edhe dalin në dhe të shenjt, në dhe të madh kanë qëllime të mloja. Ndoshta na nuk e kemi arrit, në përmet për shkak të mos spjegimeve trashat mlojat, gjonat ulemave ton, ndoshta na kemi bën taksir, kemi bën munges në spjegimin se shka është haxhi, por mundohemi me tonën na me ju spjegu xhamatit ton se këto muj nuk janë muj gjumi, këto muj nuk janë muj fletmës, këto haxhi nuk ka ibadet rasti, haxhi është ibadet thirrje, haxhi është ibadet demonstrimi, haxhi është ibadet i trazimit, haxhi është ibadet i homogenizimit muslimanëve çdo vit. Duhet mu trazu në kom. Për në haxh duhet mu trazu në kom, edhe ato shka se në shkojnë, xhamati ndershëm. Edhe ato shka se në shkojnë duhet mu trazu në kom. Qisha? Njoni me tangut dikan në familje. Ti edhe ke ndodh aq i smut xhamat. Aq i pamundshëm, aq i lodh. Merë vesh, pak i paralizu, i damllaesëm. Ki marrë vesha gjese në sokak, cullë të tu këshin dalë për ngutë që me dikan, arriti si e i smuta, qashtu i paralizum livrit pak me dala gjemi një mu. Qashtu i paralizum livrit pak, për të keq për livrit, e për të mirë? Për me dalë me bo ma keq për livrita? Po për në haqë, për një badet, për me ta falë? Në haqë janë angazhu njerëzit në paralizum me shku. Në haqë kanë shku gratë në kom 2500 km. Një grue ka shku në haqë 2500 km në kom. Radiallahu ta'ala ana ka vdek moti 2500 km në kom. E kanë folu le mot një fjalë kur se kanë besu. Kush e ka foli inshallah ka delil. Unë s'kam delil, së në mbroj. Me më thonë dikush kalzona, së në mbroj. Kanë thonë qabja i papas dal për para me prit. Nuk del qabja për para me prit kërkan. Nuk ka kësi gjona në shëriatin ton. Nuk i qabja piveni me shku me prit filonin. Po ulemat, shka kanë pas për qëllim me këtë fjalë? Kanë pas për qëllim me këtë fjalë se shpirtnisht një gja e mshef pika ana Allahu gjelle gjelalu një ikram, një nder ju ka bon këti insani, e cila anis me shku në haqë në kom, ama jo si na, në haqë në kom, ama s'pak hec e direqat fal namaz. Hec një tro e fal direqat namaz. Tu afru të ka qabja. Kanë thonë për ikram, Allahu gjelle gjelaluhu ve gjelle shanu, i ka bon kësa i grue, të mundshme me pa se qabja ka dal me prit nudhe. Kush po ven? Ajo në atë kuptimin se qabja a gjekuante a i veni a shkull e ka shku matane. Ka shku matane me prit një grue me neve. Jo në këtë kuptim se nuk kanë regull. Si do qoftë, ikrami, nderimi, faleminderimi, kerameti i Allahu gjelle gjelalu i ipët sinqertive ative shka ka një pun për një me. Po du me tregu një fjallë në gjami sot, me gjithë se këti poplit tonë këtu nuk i intereson edhe s'ka nevoj, vela, ama unë për e spjegoj qërë shka bojnë. Shka kanë, një vetë me një shtet në Afrikë, ka pas problemë rinia me shku në haqë. E kanë blokuar adrumin qitetin Lagos, kanë hip në balona me zorë, kanë arë në qabe. E kanë bo haqën. Qështu e kanë bo do një herë. Edhe kjo pra në histori kanë ndodhë. Nuk kanë nasihat për juve, me ju spjegu me rritat homogenizimin rreth të ibadetit madhë, po nuk shkohet kështu në haqë shkohet me regulore, ama do dhe kete kanë bo. Me dal në qabe, me dal në Arafat edhe maroj puna. Haxhi, shka është xhamati ndershëm? Një grue
Ka ardhi ka thonë Rasulullah a.s. ja Rasulallah, nara al-jihada afdal al-amal, afala nujahid. Tha neve për na do këtë lufta në Allah, pun me shenjt, atë bojnë gjihad. Gra. Tha Rasulullah a.s. ju, ka më mirë. Po e shofim gjihadin, pun me shenjt në islam, ata bojnë ja Rasulallah. Tha jo. Tha, po shka të bojnë pra? Tha, haqj mabrur. Tha, bane haqj. Bane haqj. Punë e madhe, prej punëve mdoja. Tha, bane haqj. Tri gjona, në këtë dersën e sotit du mi cek, edhe ato shumë shkurtimisht, në lidhe me këtë ibadet madh, çka është haqjin në islam. Haqjin në islam, i përfshin një tri gjona gjëma, të trija do t'i cekin në numrin 1, 2 dhe 3. Haqji, pos qerave që është ibadet përfshis, i trupit, i mallit, i shpirtit, këto tri elemente kryesore i ka haqji me veti, se dush me shku me trup, dush me dasht me shpirt, edhe dush me një pare prej gjepi. Këto janë 3 realitetet pa më hushme. Pos këtive, haqji shka në që tërsen? Haqji është revolucion. Çfarë revolucioni është haqji? Haqji është revolucion fetar. Haqji është revolucion popullor. Haqji është revolucion islam. Me një mënirë, jo në atë mënirën që shedin halkish fjallën revolucion, se e kanë mësura fjallën revolucion mu qunë kom me bo bagatella. Po haqji është revolucion në vetë e ati shka shkon haqj. Pa revolucionu njeri mrena së në merë këtë rrugë. Pse do kanë pare nuk shkojnë haqj? Pse do? I kanë kushtet nuk shkojnë haqj. Për shka se nuk e ka fut në vetën në maqinerin e revolucionimit, me revolucionu vetën, me trazu vetën, me thonë qështi, që kjo e ka kohën. Pranvera është revolucion. Pranvera është revolucion. I ku i revoluciona pranvera? Pranvera është revolucion i bujgjve. Pranvera është revolucion i bujgjve. Qështin sinë në pranvera shka ka popull, e ka vaktin me qenë mometrije, me pleqe, me kejt në përara. Revolucion, trazim, e qume në kam, homogenizim i popullit, mas asaj shka sot si mësë bëhat nesër, mosën e arrit. Nuk mellët asatit mas di mujve, sot mellët. Nuk shkojnë në haqë masit disësh, sot shkojnë në haqë, sot është dita, sot është vakti, sot është muji, sot është sahati. Haqi pra shka kana një pun prej punve, kana revolucion. Revolucion në vetë vetën teme. Ashtë revolucion familjar, edhe ashtë revolucion popullor. Revolucion i dini, revolucion islamik, që njerëzit prej aneman botës 5 miliona, 6, 7, si vetë, dalin me një vend. Edhe ashtë kongres, për fjallën kongres, kemi spjegu. Veç kësaj haqi halash ka në që tërsen. Haqi veç kësaj ashtë edhe gzim. Ashtë gzim. Gzimi i haqi dahet në 3 pjesë në islam. Në 3 pjesë kryesore. A i ndahet shumë pjesë, ama në 3 pjesë kryesore. Në numrin 1, gzim individuali, thojmë na. Farah fardi. Gzim individual. Shka do të thot? Haqi a gzim individual. Si cëli për veti shka shkon në haq, e ban veti mrena një gzim të malë që po shkon në atë ven, nuk mundet me jaspjegu kur kuj. E ka kot. Asë mos shkoni me vetë kërkan, sa je në qef që po shkon në haq. Mos shko me vetë kërkan. A i shumë dimit kalzu, valla, se sa në qef. Ku e dimit kalzu se sa në qef që po shkon në haq? A i shef do andra natën, ti flen nga të atira hat, i shef do andra ditën, ti flen me ta, aja të shku dika në balona gje, anë kërra, në koma, me shka të shku, ku me dit, së ne përjeton. Ti shka s'jetu shku, së një ban ato përjetime. Ashtë një gzim i mrenshëm, i cili nuk mundet me u manifestum në asë një mënir jashtë, e përjeton edhe e din vetëm aj shka e ka bon jetë me shku. Haqi ashtë gzim individual. Vetë personi i cili shkon haqë, vetëm aj në mënirën e vetë di mu gzu. Se ne danë me kërkan, asë që dikush prej monësh, mundet me marë hise, me thonë, valla, edhe mu e pëmbohet qefi, sa ti je që ti po shkon haqë? Jo, valla. Jo. Mu e s'di me pëmbohet qefi, sa ti je që ti po shkon. Haqi është gzim familjar. Posa asaj që është gzim individual, është gzim familjar. Familja, komplet me të mëdhoj me të vogli, gzohen kur qkoj njerin haqë. Si mës gzohen dinin e kanë pak. Si mës din mu gzu, duhet me ju një mu dikush.
me imësu me u gëzu, me imësu me u trazu, me manifestu qepin e gëzimin shka kanë, në të shifët se në atë familja në të ndodhë dishka e madhe, në atë familja në të ndodhë dishka e madhe. Familja duhet më gëzu shumë për atë njeri shka shkon haqë. Kejtë familja me të mdoj, me të vogli, me burra, me gra, duhet me qenë në kom. Edhe ati njeri mi bon ndërë të veçantë, ati njeri mi bon respekt veçantë i cili janë të shku si vetë në haqë. Prej familjes. Pse mi bon respekt veçantë? Shka në të boj? Pa, shkon haqaj, edhe e ban farzin, këthejat haqit të shpia dhe hajtë. Jo ashtu. Jo ashtu. Kur peqojnë një njeri në parlament, po qohet një popull komplet, po e voton, po homogenizohet deri në pikën e fundit, edhe bile, po shqetsohen vllaznit me zveti. Njëri më thotë, unë për këtë po thëmë, ki duhet me shku. Se ki më përfaqëson mu ma mirë. Ai qetri po thotë, jo mëra, ki nuk merë vesh gjon. Ki qetri unë shka po thëmë duhet me shku, se ki këtë veti e ka më të mirë se ki. Njerëzit po vënë puna terisa shpirtnisht po preken me zvetit tu pas, prej qefit bëhet kjo, prej dëshirave të mëdhoja bëhet kjo, që ai ti e në parlament përfaqësoje më mirë, edhe të fole për ti e më drejt, të ti të arrish në përmet diskutimeve të ati, të ajo shka ti për qëllim me arrit ke. A bëhet për që këtë pun kjo ajo? E që tash pra, familja e ka trazu njonin familjen haqë me shku. A gjenë Arafat, haqia pos qerave, edhe në vendet e shenjt a kejt, pos qerave shka ban edhe lutja po, për ka, për veti, për që tërkan për ka ban lutje. Ban lutje, për ato njerë shka nuk kanë shku në haqë, për ato njerë shka i ka të shpia, për ato njerë shka i ka shok, për ato njerë shka i ka vlazër, për umetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e që tash pra, apo e meritoj ka ki njeri me respekt edhe me nder e me gzime me përcel. Që shjo, ke meriton këta du të me mon shpin, po shkon në Arafat, me u lut për muë, a Rasulullah i ka garantu, sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el hajju maghfurun leh, haqia është i bon magfirat, wali men istaghfara lehu el hajj. Edhe ai shka haqia për ta në Arafat lutët. Edhe ai shka haqia për ta në gjatë haqit lutët. Do me thonë, ato katunar të tonë, shka të shkojnë si vetë në haqja gje, janë të bon magfirat insha Allah. A dhe këtu shka jesin në gjami, pse ato a gje lutën, si mos bon egoista, si mos bon njërës shka e dojnë vetë vetën, si mos bon njërës enanijin, si ta dojnë gjematin e vetë, si ta dojnë poplin e vetë, si ta dojnë vlavin e vetë, lutën edhe për këto shka e në këtu. Pra, ato shka shkojnë a gje falen, edhe këto i falë Allahu këtu, pse ato shka kanë shku në udhe, janë lutë për këto. Këto njerëz a nuk meriton mi për cilë me respekta. Për këto njerëz as duhet mu gëzu familjeta, për këto njerëz as duhet mu trazu popullja, për këto njerëz duhet mu trazu populli, mi qu si ma mirë, me izgjedh, me për cilë si ma mirë, edhe të njajtën ko, mi prit mirë. Haxhi ishte gëzim individual, haxhi gëzim familjar, edhe haxhi gjematin dërshëm është gëzim popullor. Haxhi është gëzim popullor. Një popull i cili këtë ibadet nuk e realizon, duke ja shoqëru gëzimin më të madh gjithë popullor ndaj këtij ibadeti, ai këtë ibadet nuk e ban rregull, ai këtë ibadet dhe me bë mirë. Çka duhet me bë? Duhet me bë manifestime. Duhet me bë manifestime. E kam për qëllim, shtish ka jam të fol, për manifestimet jam të fol. Manifestimin individual, manifestimin familjar, familja mu trazun kom, edhe manifestim popullor. Ashtë në rregull që haxhit kur dalin atë dite, katunit jetë i mushën plot me gëzim. Haxhit kur dalin, katunit jetë i mushën plot me gëzim. Në postava pinat shpin, këtë shpi, pinat plep, në këtë plep, u dha marë haxhive, njana familje të so ka ki vet, një postav të barë dhe shkru me fat insha Allah, u dha marë ju koft, ju prif, e marë Allahu gjëlle gjelalu dhe rahmeti ati ju shoshrovshin, loj shkrume, edhe para derës dishka me nuni lom me kall në alitrik, të madhe me kall, me bo mabet, me therë shok, me maru qaj. Këta e bojnë katuni jonë, këta e bojnë populli jonë të mfalni, këta e bojnë mileti, pa janë të e bojnë me një mënirë të vesh këto burra, se a vesh kë islami, janë vesh muslimanët në këto treva edhe në këto terene, po shkojnë me aparaj hargjin si polic, ati ku shirë, a po shkojnë haqja, për hajnë ko, hajnë pasë, vëlla mak. Jo kështu vlave jam i dashur, jo kështu, po aj që po shkojnë në haqj, duesh me zbrit, shpirtin tanë në atë nivel që të gëzohesh për atë që po shkon, sukur kur shkon ti. E kur shkojsh me përcel katunarin tanë, pra, ta konsiderojsh të jetë e përcel vetë vetën.
Sukur kur i thu vetës hajde u dha marë për në haxh. Në këtë fazë duhet me kalu. Duhet mu të razu në kam kejt. Jo mrol. Po ti shka jetu moti? Jo mrol. Shka ke ajo ashtu? Shka ke ajo ashtu? Çfarë atmosfere? Asha e atmosfere jonja ku kemi ranë këtë nivel. As din mu gëzu kur ven Ramazan. As din mu gëzu kur shkohet haxh. As din mu gëzu kur vjet pi haxhi. Një popull turk i cili është turp marrë është në Turqi, është marrë haxhia me ardhë për haxhilëki, e me ardhë i vetë të dera shpijës veç kur ta qele derën me himrena. Një popull 81 milion e ka vendosë këtë mës me duru. Po shka duhet me bo? Duhet me di datën kur vinë haxhit në kufi. E tonë, po në filan e raportin kur zdripin. E sa vetë me dal me prit haxhien? 500 vetë. Një haxhi me dal me prit me kënë. Të veni a gjithë, autobusi s'ka me prun katon, po duhet me nalë dikun me një ven a gjë një stadion, a ku me dit ku anë gjanë larë katonit, e kejtë familja rinia e familjes komplet, me të vogli me të mëj, a gjë me dalë me mor haxhien, e me hi për mi kërë me hunë, zbile s'prish pun, s'prish pun heq, edhe me pru keton me qef, me pru me tekbir, me pru me zom, me pru me manifestim, pi haxhit po ven. Kush po ven pi haxhit? Po ven haxhi baba, të cilit Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka falë këtë gjunat. Po ven një njeri taze. Po ven një njeri taze, shka s'ka ma të këshia me veti. As që din me mendu keq ma. As që din ma me mendu keq. Du të pak mund gjallut bura. Gzim popullor. E kejt populli kur të gzohet kështu, ash element për elementeve të trazimit, freskimit, ash element për elementeve të qumës nga gjumi, me një anë prej anës. Me një aspekt prej aspekteve po thëmë, na kemi nevoj në shumë aspekte me u trazu prej gjumit. Na jemi në kejta fushat në gjumë, më revesh, edhe në hakt fushës si vetë jemi në gjumë, me gjithë se në bujqësi s'du me ju përzi, se për bujqësi ju vetë jeni bujq, edhe në unë jam gjali bujkut edhe bujk, edhe në midis bujqësijës me të di kom, po sa i përket gjumit, më revesh, gjimë sa vera s'ka hi, hala nuk janë të dash me ditë mileti. Tja më teki si hosh, sot kam drejta, Allah nuk më jellënot. Mos harroni se vonë keni me në fush se gjimë sa viti ta u bon 6 muje me në banën, në 4 jemi edhe pak e gjimë zviti a bon. Mos harroni vonë jeni, dilni mellni në ftoft se për një fjallën ftoft, dilni mellni në ftoft se në ftoft bot, ama në zetë vonë nuk bot. Këta e shtina në haxh që është për një kejt një qetër sen në temën e haxhit, për kejt dishka qetër sen. Trazonu bura, trazonu o popull prej gjumit, se shumë gjumit rasht ka zonë, o popull i dashur. Ka zonë gjumi i trash shumë, nuk jetë e jetu se shka janë të bon qërë në tije. Edhe një herë po këthej më për e ceki jashtë të haxhit një gjonë. Fshine orini, fshine shline prej trunit fjallën s'ka e sapë. Kam dalë pak prej temës haxhit. Shline se jemi në fazën më kritike vera Tunis, jemi në fazën më kritike vera Tunis, ja shti gabot edhe shti fitot. Mos na keq kuptoje kur kush, se shumë me herë kemi qenë edhe jemi të keq kuptuam si hoxh. Se hoxha shka ka puna në putokën vete punojmë, sa puna ati ajaj, ta këshire gjamiën, në e këshirin punën tonë. Jemi të keq kuptuam këtu a kjo, neve shumë na intereson kjo punë. Neve shumë tepër na intereson kjo punë. Shline prej trunit fjallën s'ka e sapë. Se mës me punu fushën, mës me lanë fushën keq, unë e di që s'lijet, po thëmë. Me lanë se s'ka e sapë, unë e foli haptas për rezervë, ashtë ide e dikuj që a i qetrit këtë e sapë. Ti mës me punu se s'ka hesap, ta punoj une, se unë kam hesap. Ama di kur kam hesap une? Kur ti mës ta punoj se s'ki hesap. Kur ta impunoj ti e mës me punu se s'ki hesap, qatë dit kam hesap une. Që shti janë gara bura, që shti janë lojnat e pranverës, lojnat përfundimtare të pranverës. Kjo bot nuk ka bota e vjetër mo, ashtë bota e garave, ashtë bota e propagandës, ashtë bota e një fjallë të ta përdori katunar që shumë, ashtë bota e nërskamcës. Ne jemi të urnu, ne jemi të jetu në botën e nërskamcës. Politikisht kush mu e kuj me janu komën. Ekonomikisht kush kujt mu e me janu komën. Komtarisht kush kujt mu e me janu komën. Fetarisht kush kat mu e me shkeli. Ori një e dashur, në qiket bot jemi të jetu, qelnisit. Qelnisit se ka hesap, veç një pun në këtë dunjos ka hesap, ashe ditun. Ata e kanë folu le mot, e ka thonë Allahu moti, e ka thonë Rasulullah a.s. moti, veç një pun në këtë dunjos ka hesap, Neja. Veç për asaj s'ka hesap. Për hoxhës shka re, edhe nuk ta pregadit desin e gjumas si kushi. Për që ati s'ka hesap.
pi mësuesit e cili rri. Në klasë nuk e mëson mësuesin 50 minuta sa e ka, 50 minuta mësim me a zhvillu hispanal pas një sekundë oksan. Pi qatis ka hesap. Pi bujku të cili rrin që është arës nuk e punon arën, që pi qitis ka hesap. Se pi ati në fabrik, pi ati shka e kalon me rujt edhe flen, nuk e ru në fabrikën, pi ati s'ka hesap. Pi ati shka a i trazut edhe livrit ka hesap. Pi bubrecit shka livrit ka hesap. Veç në të hecët e para, se ka hesap. Ju lutem me i marë këto me sinceritet në emën të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Se qështu si qkoje, që ke mentalitet si të në vazhdoje. Une po thonë kam dalë pi temës, ama une jam temë mrena, po du me javtërhek vërejtjen me një mënirë tjetër. Qështu bura si të vazhdoje? As që ka namaz me pas si kushi, as që ka Ramazan, në Ramazan ka me pengu, as që ka haqë si kushi. Për shka po folim na? Për haqin. Një pjesë për bërë se haqit kush ishte? Malli. Anë dhe si më s'kishe hesab me punua, a më narin të kjo, me ta falë Allahu Gjelle Gjelalu. Po dush mi pas 5.000 markë. 3.000 po dush mi dhonë për diçka, do po dush mi marë në gjep, do po dush mi marë për hedije, do dush mi marë me hangër, familjes dush mi lanë me hangër të rritvish. Me shka po bake haji? Haji po bake me pare. Paret me shka banë, me punë. Ska shlije prej trunit s'ka hesab. Se veç mës me punun këtë dunjo s'ka hesab. Veç mës me livrin këtë dunjo s'ka hesab. Popo i qerë dojnë me na shkelë në bikuk. Popo i qerë na kanë shkelë në bikuk. Me fjallën nas kime hesab, e ato kishin hesab. Gjëmatin ndershëm, lazën besimtar, musliman të nderuar, të ri, populli imi dashur. Keni kujdes edhe në këto fjallë të fundit që ta shka i fole edhe të fillimit, shtoni kujdesin tepër për shkak se jemi në faza kritike. Jemi në faza kritike, numër 1 në besim, numër 2 në ekonomi, numër 3 në punë tjera, 4, 5, 7 du një numra, jemi në krizën ekonomike. Bindjet e mikta kanë kalu prej anë miqve në kokat e popullit tonë. Bindjet e mikta. Këto bindje duhet me i qu pa qetër me i la me benzin 98. Këto koka duhet me i qu me i la me këthi fjallën punë në trunin e trive. Me këthi fjallën njerës në trunin e trive. Me këthi fjallën s'ka jo, po vetëm po. S'ka jo. Me hek prej trunit trive fjallën shëtitje. Me hek prej trunit trive fjallën me uvesh mirë me punu pak. Me hek prej trive fjallën me shëtit shumë me het me punu pak. Me hek prej fjallën prej barkit, prej menës trilë se vetëm shka ma mirë dush me hangër e sa ma let me punu. Me i shli këto, ranë me punu edhe me hangër pak në fillim nashtë. Pak me vesh me punu shumë. Kjo është regulli jonë, kjo është puna jonë. Kështu na do t'a kthej ma qka kemi pas një herë, vetëm këtë mënirë. Me hek prej trunit në zanësit, me hek prej trunit në zanësit me shumit fjallën loj, me fut fjallën mësim edhe lezim. Me hek fjallën loj, me fut fjallën të tjërë shtëpije. Me hek prej në zanësit lojen edhe muzikën, me shumit, me gjdo kusht me a hek prej trunit, lojen edhe shumicën, hajgarën, pijozin, lojnat edhe futbalin edhe utakmicën edhe ndeshjen, programin të cilin ja ka marë përsi për kur gjomës me lishun ta, mësimi ma pak pikejve, me ndru, kejt ma pak, mësimin ma shumë, me utrazua popull, me utrazua popull i dashur, me utrazu një herë për gjithmonë se edhe sevapi nuk ban të flit, edhe i badetet nuk ban që shtu na që kemi vendos, po ato dojnë regull, ato dojnë organizim, ato dojnë trazim, ato dojnë freskim popullor. Thash, po hemen, po e mbilim, haji edhe një herë po këthejmë po thëmë, është haji revolucion, haji është gëzim individual, haji është gëzim familjar, haji është gëzim popullor. Haji është gëzim popullor. Kejt populli duhet mu gëzu kur të vinë këtë muj. Kejt populli duhet mu gëzu kur shkoje një njëri, një me shku në katon si vend haqë, gjëmatin dershëm. Sa shkojnë katon tonë si vend haqë, ti ben e disha. E disha janë i numër i madha, ma bashkë sa, se dim Allahu Gjelle Gjelalu kejve, inshallah, let edhe neve, edhe ative piqera ka shkojnë let edhe Kabul, inshallah, janë vanë. Një me shkupi katonit tonë si vend. Që sa janë 10, 15, 20, një. Edhe ashtë qashi sinqert, i lutët Allahu Gjelle Gjelaluhu e ja falë Allahu ati gjunat. Në të njëjtën, lutët edhe për neve. Ja pranën Allah i lutin edhe për neve ati a gjë. Edhe a i ka bo dobi, edhe kejt na kemi pështu këtu. Na i bjen Allahu Gjelle Gjelaluhu inshallah verën marë. Na i bjen Allahu inshallah Gjelle Gjelaluhu jetën marë o bura. Na përmet i ibadeteve marsohet sistemi jetësor. Na përmet i ibadeteve marsohet sistemi ekonomik i muslimanve. Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu për krirjen e një ibadetit me sinceritet shumë bereqete lishën me një popull. Na kemi paranesh ibadetin e haqit.
Ne kemi paranesh një ibadet për të cilin thash javën e kalume do të angazhohen si vetë një 7 milion njerëz. 7 milion njerëz në këtë rrezull toksor në krahasim me popullatën nuk janë shumë burra. 5 miliard insan, 7 milion njerëz po shkojnë në Arafat. Po, 7 milion njerëz po shkojnë në Arafat një me. Nuk janë shumë në krahasim me palën me numrin tjetër. Po mirë, kur shkojnë do, po ju thojnë shtin ngruan moderne negociata, po ju thojnë seanca, po ju thojnë tubime, po ju thojnë marrëveshje, po ju thojnë shkamos. Kur po shkojnë do me fol për një popull, a shumica e popullit po hinë sallë, a një grup e vogël po i përfarson. Pakica pra, ama qajo pakica cëla, që ato matë meqmit, që ato matë sinqertit, që ato matë diturit, që ato matë vlefshmit, që ato shmarron lujtësit prej kejve, që ato po shkojnë për folin a gje. Si ta bojnë ato mirë, a bojnë për këtë popullin mirë? Që ato në qatë sallën. Ato si ta bojnë mirë, këto qetë rahat, këto në të ne bojnë. Mirë pra. Si ta bojnë kjo pakica si vetë në Arafat, a gjenë haqë mirë. Edhe për neve këtu ketë mirë, inshallah bot. Narë në fush, sa antari ka familja? I ka 15. Ketë me të voglin gjep, të mdoj, të vogli gra, bura, nena, nana, baba, babalaka, ku e diune? Të ara sa po shkoj? Pi 16-ve, 4. Që ato 4 si ta bojnë narë mirë, dimni të shpia, bojnë për ketë mirë? Dimni të shpia, pse ato 4 janë, ai vitaliteti i familjes, ajo armatura me trash. Ato që ato ka të shkoj, që ato e majtë. Që ato e majtë, ato janë shtillat e familjes. Ato si ta bojnë a gje mirë, kejtë bëhet mirë këton. Ama nuk kanë dhe me thonën edhe ajo nena, si të doje me hangër, edhe ajo nena në 90 vetë herës në fush, pra edhe ti ha. Si të dush, jo, ajo i bando punqera, kur ta përkune gjepin të shpia ajo, shka të bo, ajo kur ta përkune gjepin të shpia, ashtu i ra tokës me kopacin matë fel pikejve. Ajo kur ta përkune gjepin të shpia, ashtë e ndërtu ndërtesën matë modhe shka e ka në gjep ati. Pra për atë shkak njone e ban një pun këtë islam, njone e ban një pun qëtër. E kejtë zbashku, shka bojnë pra? Kejtë zbashku jemi të këthim, ka Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu, kejtë zbashku angazhohemi në kohën e haqit për haqin, kejtë zbashku angazhohemi në kohën e Ramazanin për Ramazanin, në kohën e zeqatit për zeqatin, prej neve Allahu gjelle gjelaluhu prit luft, aje lufta ishte të nanë shumë loj, kur po prit kur ishte lufta me haqin pe banshmina, kur ishte lufta me pare, kur ishte me fjal, edhe qëllimi ashtë që na jetë jemi gjithmonë në kom, në trazomin njëherë, edhe gjithmonë, njëherë edhe për gjithmonë, prej gjumit gjatë i cilin në kazon, ose të largojmë jargonin të cilin me gjumin e huj, në e kanë qitë sive qertë, kanë dëshiren, me në evadit hala jargonin më në tepër, kanë dëshiren me në qitë substanca gjumose, për me flet edhe ma fel në gjumët e tona ne duhet me qenë freskët, dikush duhet me në ngreja, hoxha, mësusja, politikonja, ekonomikua, juridikua, ku e djune, dikush kush do koft, në të në ngreje, në të në trazoje prej gjumit, edhe një herë për gjithmonë të i thojmë nejes, të i thojmë papunës, të i thojmë mësmarsimit, të i thojmë të keqës, të i thojmë praptës, lam të mirë, për gjithmonë të i këthemi asaj shka Allahu gjelle gjelle në thret, ajo shka në thret Allahu në këtë dunjo e ka emnin besim, masi e ka emnin besim e ka emnin pun, masi e ka emnin pun e ka emnin falje, masi e ka emnin falje e ka transitim, kalim prej kësaj bote, më në fund e ka emnin fitim i gjennetit Allahu gjelle gjelle uzbashku, insha Allah, e në këtë ditë madhe, sot në këtë ditë gjuma, e lusim Allahun gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu, që haqive shka të dalin sive në Arafat, let edhe Kabul t'jav ban, e lusim Allahun gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu, kush me shkat nisët në tudh, Allahu gjelle gjelaluhu ja bof, let ja rabbel alamin. Edhe i një moft me kri, edhe me këthi të shpia mirë, e marë, e i falun, edhe e lusim, si cëllë njeri shka të dalin në Arafat, për hirë këti dinit madh, për hirë të popullit, për hirë të gjematit, për hirë të fmive, që ato njerëz shka të dalin a gje, ato shka i kanë lënë të shpia këtu, mos t'i harrojnë prej lutjeve. Ato shka i kanë lënë këtu, mos t'i harrojnë prej lutjeve të veta, se nuk është njajt me u lut në kodër të madhe, edhe nuk është njajt me u lut në kodër në rahmetit. Lillahi l-Fatiha.